Një zjarr i madh nga Serbia po e afrohet Maqedonisë së Veriut. Presidentja bullgare thekson se asnjëherë nuk do të heqin dorë nga bullgarët e Maqedonisë së Veriut. VMRO dhe Vlen akuzojnë LSDM-n dhe BDI-n për tragjedin me 14 viktima në spitalin modular në Tetov. Paragjykon presidenti serb Vučić, thot se shqiptarët në Preshev dinë serbisht, por nuk duan të flasin. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Moti me temperatura shumë të larta gjatë ditëve të fundit ka ushqyer edhe përhapjen e zjarreve aktive në vend. Një zjarr që kishte shpërthyer në një zonë të thellë në pyjet mbi fshatin Paligrad të komunës së Studeniçanit, tashmë është duke afruar në zonën e banuar. Drejtori i qendrës së menaxhimit të krizave Muhamet Ali ka njoftuar për një mobilizim masiv nga ajri dhe toka për vënien nën kontroll të zjarrit në Paligrad. Megjithatë, ai ka deklaruar se momentalisht nuk ka rrezik për fshatin Paligrad dhe as për fshatarët e tjerë në zonën e Karshiakës. Ndërkohë, një zjarr tjetër i madh pyjor ka shpërthyer në një pyll me pisha pranë fshatit Bigla në rajonin e Delçevës. Zjarri i madh që ka nisur para një jave është duke ju afruar fshatit Paligrad të komunës së Studeniçanit. Zjarfiksit janë duke bërë përpjekje që mos të lejojnë flakët që të afrohen te zona e banuar. Drejtori i qendrës së menaxhimit të krizave Muhamet Ali ka njoftuar për një mobilizim masiv nga ajri dhe toka për vënien nën kontroll të zjarrit në Paligrad. Në teren është angazhuar një numër i madh ekipesh dhe forcash për shuarjen e zjarrit në zonën e Paligradit dhe Kitkës. Në ndërhyrje janë përfshirë 3 avion të DMSH-s, një helikopter i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ekipet zjarfikëse të qytetit të Shkupit dhe ekipet e pyjeve nacionale. Ndërhyrjen po e koordinojnë drejt për drejt në teren. Ekipet po veprojnë me intensitet për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit, si dhe për parandalimin e përhapjes së tij. Ali ka bërë të ditur se momentalisht nuk ka rrezik për fshatin Paligrad dhe as për fshatrat e tjera në zonën e Karshiakës. Situata po monitorohet vazhdimisht dhe të gjitha ekipet mbeten në gatishmëri, ka shkruar ai. Nata ka qenë dramatike edhe në disa lokacione në Strumic. Tymi i dendur nga një zjarr i madh që po shpërthen në territorin e Serbisë po i afrohet kufirit të Maqedonisë së Veriut. Zjarri po lëviz nga drejtimi i fshatit serb Trnava drejt fshatit Strazha në komunën e Likovës mbi pikën kufitare ta Banoc. Tymi i dendur tashmë ka mbuluar pothuajse të gjithë komunën e Likovës, pjesë të komunës së Araçinës dhe ndihet edhe në Kumanov. Banorët po kërkojnë që zjarri të vihet nën kontroll para se të afrohet në territorin maqedonas, duke vlerësuar se është një zjarr me intensitet të madh. Përderisa zjarret po përhapen, meteorologët parashikojnë që ditën e nesërme gjatë pasdites të ketë rreshje lokale të rrëmbyeshme, shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Sipas tyre, në disa vende do të ketë kushte për stuhi me erë të fortë dhe breshër. Moti në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë kryesisht i ndryshueshëm me vranësira dhe ngrohtë, me periudha me diell. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se ditën e nesërme, gjatë pasdites, parashikohet të ketë rreshje lokale të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Sipas tyre, në disa vende do të ketë kushte për stuhi me erë të fortë dhe breshër dhe do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi juglindor. Nga e marta moti pritet të jetë me diell dhe shumë ngrohtë, por edhe me vranësira të paktën deri në mesatare lokale, do të fryjë erë dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor.
DPHM thekson se të mërkurën moti do të jetë me diell dhe ngrohtë dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale, ndërsa gjatë pasdites ata sqarojnë se në disa vende do të ketë vranësira të shtuara dhe kushte për rreshje të rëmbyeshme, shiu, bubullima dhe erë të përforcuar, kurse dita e enjte sipas tyre pritet të jetë me diell dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Në orët e hershme të mëngjesit në fshatin Araqin janë dëgjuar të shtëna me armë. Këtë e ka konfirmuar nga MPB-ja me anë të një njoftimi në befaqen e tyre zyrtare. Në vendin e ngjarjes kanë dalur oficer policie nga SBB Araqin dhe njësia e policisë intervenuese në SBB Shkup dhe kanë konstatuar se është qelluar me armë zjarri në një automjet pasagjerës Shkoda me targa të Shkupit në të cilën ndodheshin II 34 vjeç dhe SHI 42 vjeç. Ata kanë pësuar lëndime dhe janë transferuar në institucionin publik shëndetësor Shën Naumi Ohridski për ndihmë mjekësore, po merren masa për sqarimin e incidentit, thuhet në njoftimin e MPB-s. Presidentja bulgare Iliana Jotova deklaroi se Sofia zyrtare nuk do të heqë dorë nga bulgarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e tyre. Sot nuk mund të mos vërejmë diçka tjetër sa shumë plagë, sa shumë përçarje. Sot në Republikën e Maqedonisë së Veriut njerëzit flasin për bulgarët dhe historia jonë është e përbashkët. Çfarë kemi për të ndarë, ka thënë Jotova. Ajo theksoi se si politikanët ashtu edhe shoqëria duhet të ngrihen kundër gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Kjo nuk është një deklaratë politike. Për mua ky është lexim i vërtetë i testamentit të popullit të Ilindenit, i cili e dinte se vetëm në unitet dhe me bashkim mund të kemi liri, shtetasi dhe lirinë e çdo personi, ka thënë presidentja bullgare. Partitë aktuale në pushtet po vazhdojnë që të akuzojnë partitë e qeverisë, së ish qeverisë për lejimin e tragjedisë së djegjes së spitalit modular në Tetov. Mile Levkov nga VMRO DPMN tha se ish ministri i shëndetësisë Venko Filipçe nuk mendoj për pacientët gjatë krizës shëndetësore, por për mënyrën se si të mbushte xhepin e tij përmes spitaleve modulare. Nga Vlen akuzojnë BDI-n se përballë tragjedisë së 14 viktimave në Tetov, ata qëndronin të heqtur. Ndërkohë, nga LSDM kanë akuzuar VMRO-n se për 5 vjet kanë zhvilluar një fushat monstruoze kundër Venko Filipçes. Pas vendimit përfundimtar të Prokurorisë Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit për rastin e spitalit modular në Tetov, akuzat ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë marrë hovë. Nga LSDM sot kanë akuzuar se për 5 vjet, VMRO dhe Mickoski kanë zhvilluar një fushat monstruoze kundër Venko Filipçes, duke abuzuar me tragjedinë dhe dhimbjen e familjeve të ndjerëve. Keti Shterjova tha se për 5 vjet, ata kanë përhapur gënjeshtra, trillime, shpifje, vetëm për të hakmarrë ndaj kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes. Spitalet modulare u blen përmes një procedure ndërkombëtare nga Banka Botërore me mekanizma kontrolli gjatë krizës më të madhe shëndetësore në historinë e kohëve të fundit. Këto spitale nuk u ndërtuan për fitim të tenderit, por për të shpëtuar jetë. Ato u ndërtuan në një kohë kur spitalet ishin të mbipopulluara, kur nuk kishte shtretër të mjaftueshëm, kur punonjësit e shëndetësisë luftonin për çdo pacient. Ndërkaq Mile Levkov nga VMRO DPMN tha se Filipçe nuk mendoi për pacientët gjatë krizës shëndetësore, por për mënyrën se si ta mbushte xhepin e tij përmes spitaleve modulare dhe se prokurori Abazi ende po e mbron atë. Për Islam Abazin, prokurori në largim deti dokumenteve, raportet e eksperteve për spitalin modular në Tetov nuk kishin as një kuptim, as fakti që 14 persona u dogjen të gjallë në të njëjtin spital, por edhe truri i operacionit të spitalit modular Venko Filipçe, prokuroria, imagjinoni, thot se nuk ishte fajtor. Dhe kjo është ajo që thot prokurori pas 5 vitesh, i cili ka shërbyer vetëm në LSDM dhe BDI gjatë gjithë mandatit të tij. Nga Vlen akuzojnë BDI-n se përballë tragjedisë së 14 viktimave në Tetov, ata qëndrojnë të heqtur. Sipas tyre dalin në pah edhe më shumë pyetje rreth mënyrës se si prokuroria arriti në përfundimin për mbylljen e procedurës për prokurimet e 19 spitaleve modulare.
Islamabadi, i cili sot drejton prokurorin për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, duhet t'i jap publikut një shpjegim të qartë dhe të plot për këtë epilog. Ali Ahmeti nga ana tjetër nuk mund të sillet sikur kjo çështje nuk e prek politikisht BDI-n. Tragedia ndodhi në kohën kur partia e tij ishte në pushtet, ndërsa sot, pas 5 vitesh hetim, familjet e viktimave ende përballen me pikpyetje të mëdha. Pushteti fajson opozitën dhe Filipçen konkretisht, ndërka që opozita, kryesisht LSDM, thonë se nëse do të kishte pasur edhe bazën më të vogël për përgjegjësi penale. Për Filipçen, a beson dikush se Mickoski dhe VMRO nuk do të kishin gjetur një mënyrë për ta përdorur atë? Partitë opozitare kanë kritikuar institucionet për reagim të vonuar për parandalimin e idheve të Nilit Perëndimor. LSDM lidhe epideminë aktuale të idheve të Nilit Perëndimor me krizën e ujit në Gostivar, duke vlerësuar se ajo që është e përbashkët për të dyja rastet është vonesa në reagimin e qeverisë. Edhe nga Aleanca për shqiptarët thonë se këtë situatë emergjente, mbledhjet dhe deklaratat se situata po ndiqet dhe është nën kontroll nuk mjaftojnë. LSDM-ja sot ka akuzuar qeverinë se është vënuar në reagimin ndaj krizës shëndetësore me ethet e Nilit Perëndimor dhe se institucionet nuk kanë kapacitet për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve në kohën e duhur. Simona Cvetanoski, antare e bordit ekzekutiv të LSDM-s, në konferencën e sotme lidhi epideminë aktuale të etheve të Nilit Perëndimor me krizën e ujit në Gostivar, duke vlerësuar se ajo që është e përbashkët për të dyja rastet është, siç tha ajo, vonesa në reagimin e qeverisë. Përsëri reagime të vonuara, lëshime, asnjë përgjegjësi, edhe me spërkaqjen e mushkonjave ato u vonuan. Rezultati është se Maqedonia është vendi në Evropë me më shumë raste për kokë banori, sipas të dhënave nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve. Shkalla e incidencës e etheve të Nilit Perëndimor është më e larta në Maqedoni, deri më tani ka pasur 5 viktima. Edhe nga Aleanca për shqiptarët thonë se në këtë situatë emergjente, mbledhjet dhe deklaratat se situata po ndiqet dhe është nën kontroll nuk mjaftojnë. Sipas tyre, qytetarët presin veprime konkrete nga institucionet kompetente, përgjegjëse për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve dhe vënien e situatës nën kontroll. Kërkojmë nga institucionet që të ndërmerren masa konkrete si dezinsektim të menjëhershëm dhe të intensifikuar në zonat e rrezikuara, monitorim epidemiologjik të vazhdueshëm dhe transparencë të dhënave, forcim të kapaciteteve shëndetësore për diagnostikim dhe trajtim, informim të qartë dhe udhëzime praktike për qytetarët. Partitë thonë se 5 jetët e humbura janë një alarm që kërkon mobilizim serioz të institucioneve, të cilat nuk vepruan në kohë. Siç thonë ata, në mbrojtje të shëndetit publik nuk ka vend për politik, as për manipulime, për improvizim apo komunikim propagandistik. Policia ka privuar nga liria një 30 vjeçar pas një denoncimi për një incident ndaj një vajze 18 vjeçare në Kumanov. Është raportuar se rreth orës 12:15 minuta të natës derisa 18 vjeçaria po lëvizte në rrugën Nikola Karev në Kumanov, i dyshuari dyshohet se e ka prekur në trup, pas të cilës është larguar nga vendi me motociklet. 30 vjeçari është ndaluar nga policia dhe ndaj tij po vazhdon procedura e rregullt. Lidhja Automoto e Maqedonisë ka dhënë informacione për gjendje në pikat kufitare. Ky institucion bën të ditur se në Bogorodicë pritja është rreth 30 minuta për të dalë nga vendi drejt Greqisë. Për hyrje në Maqedoni të Veriut përmes këtij vendkalimi kufitar nuk raportohet për pritje më të gjatë se 10 ose 30 minuta. Në Bogorodicë, pritja është rreth 30 minuta për të dalë nga vendi drejt Greqisë. Për hyrje në Maqedoni të Veriut, përmes këtij vendkalimi kufitar, Lidhja Automoto e Maqedonisë nuk raporton pritje më të gjata. Sipas tyre, fluks të shtuar të trafikut ka pasur edhe këtë mëngjes në rrugët e vendit, ndërsa siç thonë ata, vëmendje të veçantë duhet të tregojnë ata që kthehen nga Greqia ose udhëtojnë drejt Serbisë. Sipas informacioneve nga Lidhja Automoto e Maqedonisë, në Tabanoc pritet rreth 40 minuta si për hyrje ashtu edhe për dalje. Megjithatë, situata mund të ndryshojë shpejt, veçanërisht gjatë ngarkesës së trafikut të së dielës. Të shtunën në Tabanoc dhe Bogorodicë pritjet kanë shkuar deri në 1 orë.
Sot është në fuqi edhe regjimi veror për automjetet e rënda transportuese. Në rrugët shtetërore ndalohet qarkullimi i automjeteve me peshë totale mbi 15 ton nga ora 9 deri në orën 22. Në segmentin Shkup-Ohër-Shkup, ndalimi për automjetet transportuese mbi 7.5 ton vlen nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 me përjashtimet e parashikuara. Lidhja Automoto e Maqedonisë njofton se rrugët janë të thata, por trafiku jashtë zonave të banuar është i shtuar dhe siç thonë ata, nëse sot po ktheheni nga pushimet, kontrolloni gjendjen në Bogorodic menjëherë para nisjes, pasi koha e pritjes mund të ndryshojë brenda vetëm pak orësh. Presidenti Sërb Aleksandar Vučić ka bërë një deklaratë paragjykuese gjatë vizitës së tij në Preshevë. Një grua nga komuniteti sërb, duke ju ankuar Vučićit për shqiptarët që punojnë në institucionet e Preshevës, është shprehur se ata nuk flasin sërbisht. Gruaja ka bërë thirrje që shqiptarët të rrihen me shuplaka. Vučić, në vend që të kundërshtoj këtë gjuhë, është të përgjigjur se shqiptarët dinë sërbisht, por nuk duan të flasin. Deklaratat kanë shkaktuar reagime, ndërsa kryetarja e Preshevës Ardita Sinani ka kërkuar trajtim të barabartë për shqiptarët, duke theksuar se Presheva nuk mund të funksionojë me dy standarde. Vizita e Vučićit në Preshevë u shoqërua edhe me premtime për investime në infrastrukturë në zonat e banuara nga serbët. Shefi i sigurisë së Iranit ka bërë të ditur që çdo shtet që i bashkohet sanksioneve të SBA-s kundër Iranit do të konsiderohet armik dhe Teherani do të synojë interesat e tyre në shenjë hakmarrje. Edhe presidenti i Iranit ka thënë se vendi është në një luftë të plotë ekonomike, ushtarake dhe sigurie, por se SBA-t parashikuan gabimisht se Irani do të bëhej një Venezuelë tjetër. Ndërkohë, presidenti i SBA-s Donald Trump ka ripostuar një hartë që shënon ngushticën e Ormuzit si territor të ri të SBA-s në llogarinë e tij Truth Social, një ditë pasi tha në një tubim se e sheh ngushticën si territor amerikan. Një organ qeveritar palestines ka bërë të ditur se numri i përgjithshëm i vendbanimeve dhe postbllokeve ilegale izraelite në bregun perëndimor të pushtuar ka arritur në 592, ndërsa Izraeli kontrollon rreth 42% të territorit. Shifrat u publikuan nga Komisioni për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve në një raport mbi treguesit kryesor të zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe kontrollit të tokave palestineze. Komisioni palestinez tha se deri në fund të korrikut 780.000 kolon izraelit jetonin në bregun perëndimor përfshirë Kutsin lindor të pushtuar. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.